Është tepër e vështirë për të thënë për të dhënë definicione finale, por detyrimisht që ajo që është më e rëndësishme dhe çdo qytetar, çdo njeri në çdo cep të globit kërkon së pari armëpushim, vendosje një armëpushimi, dhe së dyti organizimin e delegacioneve, ekspertëve me ndërmjetësim apo pa ndërmjetësim për të ulur në tavolinë e bisedimeve dhe për të parë cilat janë kërkesat e palëve. Aty do të vendoset, mendoj, pa çka orekseve dhe kërkesave që kanë palët, jam i bindur që aty do të vendoset dhe negociat do të thotë të pranojmë zgjidhjen më të mirë të mundshme. Dhe në qoftë se palët nuk parafrojnë qëndrimet, atëherë jam i bindur që nuk do të jetë i suksesshëm as armëpushimi, as negociatat, as finalizimi i tyre. Detyrimisht që po që se palët e kanë vullnetin politik së pari dhe të ndërmjetësve që do të luajnë rol vendimtar, kam bindjen që mund të gjendet gjuha e përbashkët dhe e mirë kuptimit, por jo pa ulur e lëshuar pak nga ato kërkesat që kanë, si nga ana ruse, ashtu dhe nga pala e Ukrainës. Për momentin, njeriu duhet të zgjedhet vendos, duke argumentuar me fakte, realiteti nuk mungon atje se ka, tashmë kemi hyrë në vitin e 5 të luftës, që opozitarëve, qytetarëve të vet, tua bëjt besueshme se edhe nëse kërkohet për të zgjedhur mes dy rreziqeve apo kërcënimeve apo të këqijave, ata do të jenë të zgjuar të zgjedhin të keqen më të vogël. E qartë, nga ana tjetër zoti Prenga, nëse këto sulme ukrainase brenda territorit rus do të vazhdojnë, mendoni se nga ana tjetër mund të përdorë Moska këtë ndoshta si një justifikim për veprime edhe më agresive në të ardhmen? Ne dim tashmë që marrë një shembull konkret që edhe trupat fizik, mi fjalë ose mekanik, po jo njerëzit, në këtë rast për rrjedhoj, po e marr si shembull, me të njëjtën forcë që godet njëri mbi tjetrin, po me të njëjtën kur do vepron ai. Pa çka se sa kush është pesha e tij në këtë rast. Por nëse janë në kushte të barabarta, veprimi dhe kundërveprimi apo reagimi janë të domosdoshme, janë të detyrueshme, janë të imponueshme dhe ato do të realizohen. Në qoftë se Rusia rrit dhe intensifikon goditjet siç ka dhënë prova dhe ka realizuar, detyrimisht që edhe reagimi apo kundërreagimi i Ukrainës do të jetë po me të njëjtën peshë pak a shumë, por e shprehur në mënyra të ndryshme pasi nuk i ka ndoshta kapacitetet për arsye të luftës në lindjen e mesme, ndoshta Ukrainës nuk janë afruar ato çfarë ju premtuan, qoftë nga raketat Patriot për mbrojtjen kundërajrore, sistemin e mbrojtjes kundërajrore, ashtu edhe sistemet të tjera të cilat do të bënin të mundur rritjen e kapaciteteve operacionale për të goditur deri në thellësitë strategjike Rusisë për t'u imponuar që ajo të ulet në tavolinën e bisedimeve. Detyrimisht që kapacitetet e Rusisë dhe mënyra e drejtimit të shtetit atje përbëjnë një peshë specifike më të rëndë se sa ajo e Ukrainës. Pasi Ukraina është rritur gjatë luftës, kurse Rusia është zvogluar sepse nuk i ka më ato kapacitete që ka patur në fillim të luftës apo operacioneve speciale që e kanë qytet ata. Kurse Ukraina, jam i bindur që duke filluar nga ushtari i pari ose i fundit në hierarkinë ushtarake deri tek presidenti vet, ata janë rritur, kanë mësuar nga lufta dhe kanë përmirësuar kapacitetet e tyre operacionale për të reaguar ndaj Rusisë. Dhe kjo është ajo pjesa që themi ne, si mund të themi, një e mirë në të keqe që i është bërë Ukrainës duke u bërë e duke u forcuar, por edhe takimi i G7-s dhe i presidentëve lidhëve të G7-s që u zhvillua javën e kaluar në Francë, solli edhe vendimet të cilat e diskutimet e drejtpërdrejta me presidentin e Ukrainës Zelenski kanë nënshkruar marrëveshje për të filluar edhe kompani private me mbështetjen e shteteve të zhvilluara dhe të fuqishme, të prodhimeve të armatimeve, të kapaciteteve të tjera ushtarake që do të sigurojnë që pasi të nënshkruhet marrëveshja që unë shpresoj të jetë sa më e afërt, marrëveshje e paqes, jam i bindur që këto kapacitete do të jenë të nevojshme për të siguruar në një farë mënyrë tërsinë territoriale, jo vetëm të Ukrainës në një oreks apo vendim i çmendur i Rusisë. E qartë, zoti Prenga, për të mbyllur, ndërkaq, duke qenë se shohim ndërtesa banimit të shembura, por edhe viktima civile në këto dy vende, mendon se sot mund të flasim ende për objektiva ushtarake, apo kemi hyrë ndoshta në një logjik të ndëshkimit kolektiv po i shuaj, dhe nëse ritmi i këtyre sulmeve do të vazhdojë të rritet edhe më tej, mendoni se shkojmë drejt një momenti më të rrezikshëm të luftës? Unë mendoj që
ligjin e luftës ose ato çfarë ligji i luftës përcakton, për fat të keq nga Rusia nuk janë respektuar. Janë goditur her pas here, jo vetëm tani që kanë rritur intensifikimin e goditjeve, por her pas here janë goditur objekte sociale, objekte që janë infrastruktura jetike e qyteteve të mëdha, e njerëzve të pafajshëm të cilët ju mungon shërbimi i urgjencës, ju mungon shërbime spitalore, ju mungon ujë, ju mungojnë dritat, gjë të cilat janë jetike për një qytet që të ecë edhe në jetën 24 orëshe 7 ditë i javës ta organizoj. Kështu që këto nuk janë respektuar për fat të keq dhe këto janë shkelje e konventave ndërkombëtare. E të gjitha atyre që Rusia ka qenë pjesë e nënshkrimit të tyre dhe është pjesë e nënshkrimit të tyre. Por për fat të keq këto rregulla pasi fillon konflikti apo lufta, këto i harrojnë dhe e bëjnë jo pa qëllim, pa çka sasi ata i justifikojnë nëpërmjet propagandës së tyre, por i bëjnë me qëllim që të mund të përhapin panik, që të mund të përhapin frikë, që mund të përhapin mosbesim tek qytetarët në përgjithësi, që të mund të dërgojë atë që kërkohet, dekurajimi i forcës dhe i reagimit nga ana ushtarake e Ukrainës. Por tashmë ata e kanë marrë në konsiderat dhe jam i bindur pa çka se këto quhen shpesh dëme kolaterale, po dëme kolaterale është atëherë kur një raket apo një dron humbet nga pjesa e drejtimit dhe nga një objektiv i përcaktuar sakt shkon në godet në një objekt tjetër. Por këto nuk janë rasti, jam i bindur që ato janë të adresuara, të drejtuara për të goditur dhe për të bërë dekurajimin e për të përhapur panik në qytetarët dhe popullsinë civile në Ukrainë për të detyruar udhëheqjen që të mund të ulet të tavolinën e bisedimit. Dhe kjo është arsyeja, mendoj unë, që Rusia e ka rritur intensitetin e goditjeve në të gjithë rrafshin, jo vetëm në vijën e frontit, por edhe në thellësi e në qytetet të cilat nuk kanë asnjë lloj përgjegjësie e nuk duhet ishin përfshirë, por duhet ishin përjashtuar, duke respektuar dhe ligjit, siç e theksova pak më lart të luftës. E qartë. Mirë, do të prej nga mbyllim këtu pjesën e Rusisë dhe Ukrainës dhe kalojmë tek zhvillimet e fundit në vendin ton, ku kryeministri shqiptar Edi Rama ka reaguar të dielën lidhur me protestën që po zhvillohet prej 21 ditësh në Tiranë, duke ndarë në rrjetin e tij social postimin e një qytetare dhe duke shprehur qëndrimin e tij mbi pjesëmarrjen e shqiptarëve nga Kosova, por dhe Maqedonia e Veriut në tubime politike në Shqipëri. Në reagimin e tij vetë kryeministri Rama ka theksuar se shqiptarët e Maqedonisë së Veriut nuk mund të konsiderohen diasporë e Shqipërisë, pasi sipas tij ata janë popull shtet formues në vendin e tyre, ndërsa nga ana tjetër për shqiptarët e Kosovës kanë shtetin e tyre të pavarur, ka thënë vetë kryeministri shqiptar Edi Rama. Zoti Prenga, si shihni të gjithë këto reagime dhe pse kryeministri po vazhdon të reagojë edhe mbas 21 ditësh protestë dhe mendoni se tashmë protestat që po zhvillohen në vendin ton kanë prodhuar atë efektin politik që pritej? Elementi i parë në një demokraci është e drejta e fjalës dhe e drejta për të protestuar. Dhe ky është elementi i parë dhe për fat të paktën deri tani qytetaria e protestuesve dhe reagimit të tyre ndaj shumë problematika, por ajo që derdhi gotën e ujit ishte zvërneci dhe reagimi i një roje apo shumë rojeve dhe një kompanie private në prezencën e shtetit që ishte policia, tërhoqën zvarr një qytetar që po protestonte për të drejtën e tij. Se sa fakte është kjo, atëherë le të ngelen strukturat përkatëse që ta gjejnë se kush janë faktet. Ne opinionet kemi të drejtë të japim mbi bazën e zhvillimeve dhe të informacioneve edhe të atyre që shikojmë edhe të informacioneve që marrim si nëpërmjet medias audiovizive, ashtu nëpërmjet rrjeteve sociale. Kjo është problemi kryesor dhe për të cilin mendoj unë se çdo kryeminist e një vendi duhet të shqetësohet. Nuk është momenti që një kryeminist të reagojë në mënyrë të tillë në rrjetet sociale apo qoftë edhe në qeverinë që drejton, qoftë në strukturën politike që përsëri prap ai e drejton, nuk është kjo mënyra e duhur e një kryeministi për të reaguar, mendoj unë. Këtu, për fat të keq,